Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak kastet të radhës të Big Brother dhe Ferma VIP. Ju e dini shumë bukur që Big Brother dhe Ferma VIP tashmë do të hapin dyert, si Big Brother i Kosovës, si Big Brother i Shqipërisë. Ferma VIP tashmë janë bërë gati për të nisur sezonin e tyre të ri. Big Brother VIP Kosova është duke punuar shtëpinë me shumë intensitet sepse starton më herët. Ferma VIP po ashtu, do me thënë përflitet që do starton në tetor, është informacion nga brenda produksionit, dhe nga ana tjetër Big Brother VIP Albania do të nisë në dhjetor. Shumica më kanë shkruar Tiran si e shikon përzgjedhjen e banorëve të kastit, të paktën me këtë banorin Zhigolo që është përzgjedhur në Big Brother VIP Kosova. Tani duke bërë një krahasim të Kosovës dhe të Shqipërisë, do me thënë Big Brotherit, unë kam arritur të kuptoj që Big Brother VIP Kosova është munduar që banorët t'i përzgjedhen banorë të veçantë, në kuptimin që do me thënë ka patur në shtëpi një personazh që ka qenë interesant, do me thënë që ka luajtur në filma për të rritur, konkretisht në filma porno, ka patur një transgjinore që ka qenë Edona James, që do me thënë ka thyer tabu në shoqërinë shqiptare, për herë të parë janë hapur dyert një transgjinore. Ka patur një trans të tipit tjetër, që do me thënë një djalë që visheshte si femër dhe që në prajme ishte femër dhe gjatë ditëve ishte djalë. Më pas, do me thënë, ka patur një homoseksual i cili e pranoi me dëshirën e tij, do me thënë vullneti, gjendjen e tij shpirtërore. Ka patur personazhe që realisht, do me thënë, janë komentuar dhe audienca është mbërthyer për ekranin nëpërmjet këtyre personazheve. Për shembull, Edona James ka qenë personazhi që ka mbërthyer audiencën për ekranin, që nuk jam kundër në asnjë mënyrë, do me thënë është një reality show që mund të nxjerrë këtë doja ai. Por, siç duket, publiku nuk e mbështet Zhigolon dhe shoh nëpër komente që thonë që Big Brother VIP Albania është më serioz. Tani ndryshe nga Shqipëria, nga Kosova, në Shqipëri, do me thënë rrugtimi i banorëve ka qenë më ndryshe. Big Brother VIP Albania fokusohet tek personazhet publik, fokusohet tek VIP-at, fokusohet tek njerëzit të cilët kanë dhënë kontribut në artin shqiptar në sfera të ndryshme. Por një Zhigolo, ma merr mendja që nuk do ta luaj rolin e Zhigolos aty brenda, por do të ketë një rol tjetër, do me thënë do të jetë vetja e tij, do të jetë lojtar dhe mund të jetë një nga lojtarët më të fuqishëm. Po bëhen planet e kastit, do me thënë përflitet për moderatorët, që duket tashmë që në Big Brother VIP Kosova një pjesë e rëndësishme ka Alaudini dhe pikpyetje për Jonidën, ndërsa në Big Brother VIP Albania, do me thënë është Ledion Liço dhe opinionistët si zakonisht, do me thënë që kanë mbetur. Por nga ana tjetër, në Ferma VIP, më falni, mund të kemi lëvizjen mes Arbanës edhe Bora Zemanit.